Mirëmbrëma të gjithëve. Ndoshta nuk është momenti që të themi shumë fjalë, se është moment aksioni dhe veprimi, po në respekt edhe të durimit tuaj në përmbyllje të mbledhjes së Komitetit të Emergjencave, vendosëm edhe me kryetarin dhe prefektin që t'japim disa sqarime. Siç jeni ndini që në orët e para të mëngjesit, situata meteorologjike në mbar vendin, po veçanërisht mbi Durrës dhe mbi Lezhë, ka qenë shumë dinamike dhe intensive, mbi 110 mm rënje vetëm në zonën e Durrësit, çka ka shkaktuar patjetër të gjithë ato elementë që kishim parashikuar në fakt, sepse që në ditën e shtunë, kur bëm Komitetin e Emergjencave Civile, parashtruam të gjithë rreziqet dhe artën e rrezikshmërisë së lartë që kishte mbar vendi. Kemi situatë ende dinamike dhe me prezencë ujë në Kënet, në Shkozet, zonën e ish Nishtullës, dhe mbeten në terren të angazhuara të gjitha skuadrat, qofshin këto civile, qofshin të forcat armatosura, që gjatë pasdites kanë ardhur në mbështetje të skuadrave të Bashkisë së Durrësit. Dua të falenderoj këto skuadrat e Bashkisë së Durrësit, të cilat kanë qenë prezente gjatë gjithë mëngjesit, që nga zona e Lalzit, Ishmit, Shkozetit, siç e thash edhe në Kënet dhe vazhdojnë në këto momente, nuk do ndahemi nga terreni derisa të ketë largim total të ujërave, do jetë një natë dinamike, rreshjet do vazhdojnë. Kemi një konstatim aktualisht, një konstatim se kemi 800 banesa të prekura, kur themi banesa të prekura, jo banesa të rrethuara nga uji, po me prezencë ujë brenda tyre, janë evakuuar rreth 180 banor. Aktualisht gjenden të strehuar në 2 kovalescencat e Ministrisë së Brendshme dhe të Ministrisë së Mbrojtjes, dhe do marrin të gjithë trajtimin, qoftë edhe ushqimor apo mjekësor, në rast se është nevoja, për të kaluar të paktën jo vetëm këtë natë, po edhe orët e para të mëngjesit, sepse siç e thash, parashikojmë prurje, domethënëse, dhe i gjithë fokusi ynë tashmë është të përpiqemi të parandalojmë situata eventuale në basenin e Erzenit, sepse nuk duam që të kemi dhe një situatë dinamike atje në Erzen, edhe të kemi problematika edhe në zonën e Shijakut.